Qyteti i Lushnjës ka kremtuar me solemnitet ditën e Sultan Novruzit, një festë me rëndësi të veçantë për besimtarët Bektashi. Aktiviteti u organizua nga shoqata e besimtarëve Bektashi dhe mblodhi një numër të madh qytetarësh dhe besimtarësh. Në këtë ditë të shënuar, teqeja e Baba Skënderit u vizitua nga kryebashkiakja e Lushnjës, e shoqëruar nga nënkryetaria Maldrita Bardho, të cilat morën pjesë në ceremonitë festive. Besimtarët së bashku me drejtuesit vendor dhe përfaqësues të komunitetit bektashian dhe zënqërinë në shenjë besimi, shprese dhe solidariteti, duke përcjellë mesazhe paqeje dhe mirëkuptimi. Gjatë fjalës së saj, kryebashkiakja Sefa theksoi rëndësinë e bashkëjetesës dhe unitetit ndërmjet komuniteteve, duke e cilësuar këtë festë si një simbol të harmonisë dhe vlerave shpirtërore. Nga teqeja e Baba Skënderit, dua të uroj të gjithë besimtarët Bektashi gëzuar festën e Sultan Novruzit, shëndet, paqe dhe begati të kenë në familjet e tyre, por dhe në familjet e çdo qytetari lushnjar gëzuar. Ndërsa kryetari i shoqatës bektashiane në Lushnjë, Kujtim Baze, përcolli një mesazh urimi dhe reflektimi për besimtarët. Në emër të shoqatës kulturore bektashiane, falenderojmë gjithë dhe urojmë gjithë besimtarët bektashian, qytetarët e Lushnjës dhe gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Sot është një ditë simbolike për ne, sepse simbolizon lindjen e Imam Aliut, simbolizon çeljen e ditës së re, simbolizon jetën dhe natyrën. Duke uruar mbarësi, jetë dhe shëndet në të gjitha familjet tona dhe në të gjithë familjet e shqiptarëve. Mbarësi kudo që jemi. Falenderojmë edhe kryetarin e bashkisë, nënkryetaren, por sidomos Nemin dhe Zanën për mikpritjen që treguan në këtë ditë të shënuar për gjithë bektashianët kudo ndodhen anë e mbar botës. Duke uruar për një paqe, harmoni dhe një lumturi mbar kombëtare, se siç e dini, sot ndodhen në një situatë të vështirë. Dhe nga kjo ditë ne urojmë që këto ditë të vështira të kalojnë dhe paqja mizotroft në çdo familje. Aktiviteti vijoi më pas me një tryezë bashkëbisedimi dhe një koktej në një atmosferë festive dhe miqësore.